Shtëpia e Begut në Gostivar sot ishte një koqire e një ekspozite me fotografi me motive nga trashëgimia kulturore e realizuar ndër vite. Ky aktivitet u organizua nga Institucioni Nacional, Qendra për Konservim në Gostivar, me mbështetje të Ministrisë së Kulturës të Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Trashëgimisë Kulturore. Drejtori i Qendrës për Konservim në Gostivar, Cvetko Novakovski, gjatë hapjes së ekspozitës u shpreh se kjo është një mundësi e veçantë për të rikujtuar vlerat historike dhe identitare të Gostivarit. Ai theksoi se këto fotografi paraqesin dëshmi të gjalla të historisë, traditës dhe shpirtit të qytetit. Danas dvoje prekrasan ambijent. Dvorët i natyrshës në begova të kuqe. Imame možnost da se proqetëm. Sot në këtë ambient të mrekullueshëm, në oborin dhe brendësinë e shtëpisë së Beut, kemi mundësinë të ecim nëpër kohë, të zbulojmë dhe të përjetojmë sërish vlerat që japin formë identitetit të qytetit tonë. Përmes këtyre fotografive, para nesh hapet një proces verbal vizual i objekteve që nuk janë vetëm ndërtesa, por dëshmi e historisë, traditës dhe shpirtit të Gostivarit. Çdo fotografi mban historinë e saj, për njerëzit që jetojnë, për kohra që kanë kaluar dhe për shtresat kulturore që po i ndërtojnë trashëgimia jone përbashkët. Prandaj, ekspozitat të tilla nuk janë vetëm një ngjarje artistike, por edhe një kujtesë e rëndësishme për nevojën e ruajtjes dhe vlerësimit të pasurisë kulturore, tha drejtori. Ndërkaq Arjan Rufati nga Qendra për Konservim u shpreh i kënaqur me interesimin e vizitorëve, veçanërisht të nxënësve të cilët tregojnë një angazhim të shtuar për njohjen e trashëgimisë kulturore. Ai shtoi se synimi i tyre mbetet që ekspozita të prezantohet edhe në qytete të tjera me qëllim promovimit të modelit të punës dhe praktikave më të mira të ruajtjes së trashëgimisë kulturore. Këtu kemi mbi 40 vepra, domethënë fotografi artistike, fotografi të punime të realizuara ndër vite. Ne me këtë ekspozitë ja kemi arritur qëllimit dhe domethënë në këtë ekspozitë kemi pasur sot shumë vizitorë nxënës, shumë qytetarë, shumë profesorë intelektual dhe përfaqësues të institucioneve. Besojmë se me këtë ritëm që kemi filluar, ne vetëm i kemi njoftuar qytetarët e Gostivarit dhe më gjerë për objekte të trashëgimisë kulturore dhe Qendra për Konservim Gostivar do të vazhdojë me këtë ekspozitë tradicionale edhe vitet me radhë. Duhet të falenderoj Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit për mbështetjen e kësaj ekspozite ndër vite dhe shpresojmë se këtë ekspozitë do ta bartim edhe në për qytete të tjera dhe do të mundim punën tonë të Qendrës për Konservim ta transferojmë edhe në qytete të tjera që të shihet puna dhe trashëgimia e qytetit tonë të Gostivarit. Qëllimi i organizimit ishte rritja e ndërgjegjësimit publik për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, si dhe afrimi i qytetarëve me vlerat që përbëjnë identitetin dhe historinë e vendit.